Rreth orës 20 jam taku me pronarin e marketeve Xhedis në Shkodër dhe pretendimi i tij ishte se kishte kërku numrin tim personal, telefonin tim, e kishte kërku avokati i tij. Pasi pak kohë më parë në një media sociale, rrjet social, kanë publikuar disa video dhe i kanë marrë media të ndryshme, i kanë publikuar ku ai kërcenonte një qytetar. Dhe avokati i tij, me pretendimi ishte që avokati i tij kishte kërku takim me mua për të diskutuar se çfarë faktesh kemi lidhur me këtë kërcenim. U paraqita në një mënyrë miqësore, pasi ja kam pak kohë më parë kam pirë një kafe me zotërinë dhe u paraqita krejt i pa vetëdijshëm, i pa mbrojtër, asnjë gjë, nuk prisja goditjen. Dhe ky është rezultati i takimit me pronarin e marketeve Xhedis, Prel Gjoni. Ishte veti katërti, ku 3 nga ata u involvun në goditjen time. Personi i katërt u mundu të ndante, të largonte dhe u mundu të merrte lokalin e tij të ndihmonte. Të 3 nga ata persona kanë goditur në mënyrë të pamëshirshme. Me gjithë goditja erdhi si rezultat, si shkak i detyrës, i punës si gazetar, sepse unë me profesion jam gazetar, i lirë,